miq të dashur të emisionit Prive, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Mbrëmjen e sonte e nisim me një material i cili ka të bëjë me këngëtarët e gjinisë femërore. Çfarë ndodh me to në momentin kur ato vendosin të bëhen nëna? Çfarë ndodh me karrierën e tyre? Dikush prej tyre mund të dështoj, dikush ndoshta edhe rikthehet, por dikush tjetër ndoshta mund të arrijë diçka më shumë. Materialin vazhdim na sjell më shumë detaje sa i përket këngëtarëve shqiptare. E ndjekim bashkë historien nga Florian Halili. Estrada shqiptare mund themi lirshëm sa e përket trendeve të stilit të jetesës, dukjes e muzikës, nuk ndikohet absolutisht nga Ballkani. Influenca e Hollywoodit dëshmohet dukshëm të këngëtarët tona në secilin aspekt, por më së shumti tek stili i të jetuarit. Kemi shumë këngëtare përgjatë 17 vjeçarit të fundit që u harruan, u futën të reja në treg e me ndryshim në shijet e gjeneratave u penalizuan, yjet e dikushëm. Një nga faktorët kryesor të largimit të këngëtarëve tona është dhe fakti shtatzanisë së tyre ndër vite. Dikush i përkushtua si një nënë e vërtet familjes, dikush nuk e vërejti shtatzani në karrierë, e pat edhe të atilla që marketing të madh i dhan vetes në bazë të foshnjave të tyre. Por duhet nisur nga diçka, ku mbetet karriera e tyre pasi që bëhen prindër pikërisht këto këngëtare. Harrohen nga koha apo vazhdojnë pas pauzës së amësisë. Shumica për tyne duke që nuk e kanë dashur aq shumë muzikën, me qenë sa aq lehtë e kanë lanë. Nuk po them që është lehtë më vanë dhe sigurisht që kërkon përkushtim shumë të madh, kërkon impenjim shumë të madh. Këngëtarët të ndryshme që dikur kishin majën e karrierës, si Ehona Sopi, Adelina Thaçi, Jonida Maliqi, nuk ka dyshim që përjetuan një transformim në jetën e tyre kur fituan epitetin e nënës. Ato dal nga dal ju larguan tregut muzikor duke u përkushtuar vetëm tek familja. Po më kujtohet rasti i Ehona Sopit, e cila ishte në kulmin e sukseseve, ishte një ndër këngëtarët favoritë të shumë shqiptarëve, kishte shumë pjesëmarrje të suksesshme në festivale, po që pas të bërit nën, ajo e la totalisht larg impenjimeve të saj të zakonshme karrierën muzikore dhe ju përkushtua vajzës saj. Një shembull që unë nuk e di si ta cilësoj dhe ku ta rangoj, por një shembull që ajo ka vendosur ta ndjek dhe që i është dukur më mirë. Kemi pastaj Jonida Maliqin, e cila gjithashtu ka lënë pak anash karrierën muzikore pasi është bërë nën, dhe është nga ato nëna që më duken shumë dedikuara sepse nikosisht tregon se sa shumë i përkushtohet birit, po që edhe e ruan në maksimum privatësinë e djalit të saj të vogël. Kemi edhe rastin Adelina Thaçit, e cila është bonon një kohë shumë të shkurt me dy vajza dhe gjithashtu ka lënë prapa karrierën muzikore, ndonse para se të bëhej nën, ajo ishte aq aktive në sjelljen e projekteve të reja, në mbrëmje muzikore e tjerë. Shumë këngëtare pas që bëhen prindër apo edhe gjatë kohës së shtatzanisë, realizojnë projekte lidhur me pasardhësit e tyre, e që në një formë ose tjetrën bëjnë këngë për qefi, e që kjo mund t'ju kushtojë në karrierën e tyre, pasi që cilësohen si këngë të gabuara për publikun tonë. Nëse ato e kanë kuptu pak showbizin, punën në cilën janë tash e sa vjet, nuk vinë me këngë që i kushtohet fëmijët vet. Se cili njeri e don fëmijën e vet, ndoshta ndër vite, pse jo, edhe m'ia kushtu ndonjë këngë fëmijët. Mirë po nëse pretendojnë mu kthy, edhe me qenë me kap hapin ku e kanë lanë, ishte dashur mu kthy në trend, ishte dashur mu kthy në hap me kolegët e vet, sepse fundit fansat, publiku don një këngë që kam i shti me kthy, një këngë që kam i qeflejis, që thot populli, e jo një këngë që na flet për djalin ose vajzën e vet. Nuk ma merr mendja që shumicës i intereson se çish njihet një këngëtare për fëmijën e vet, sepse secili e don fëmijën e vet. Njohim shumë këngëtarë nëna, të cilat ende pa lindur kanë krijuar këngë, dedikime për fëmijët e tyre, po mu më duket që publiku nuk është se i favorizon shumë këto projekte të ndjeshme. Më duket që bile publiku pritet t'i viktimizoj këto femra dhe të mendoj që me to përfundoj gjithçka, sepse ato thjesht u bën nëna dhe tashmë janë më shumë se çka do tjetër, se profesioniste, këngëtare apo çka do tjetër. Janë nëna, janë gra, janë anvise. Kështu që nuk më duket që këto këngë dedikuese për fëmijët e tyre të palindur ose të sapo ardhur në jetë kanë kontribuar mirë në karrierën e tyre.
Shtatzania, 2 vitet e fundit në showbizin tonë mori kahje tjetër pasi të qenurit nën u bë një lloj trendi. Këtë vërteton edhe shumë shkrime e komente nga fansat e këngëtarëve që nuk është se pëlqenin marketingun e tepruar që fytyrat publike po u bënin fëmijëve të tyre. Njëherë u kriju idea sikur me mbet shtatzën është diçka e madhe për atë qet një senzacion të jashtëzakonshëm, është një big deal dhe u duk sikur i ka kap këngëtarët një farë virusi si për fustana. Ky është fustani që përflitet më shumë edhe po e veshi sepse do t'jem kudo. E morrën si një farë obligimi të mbeturit shtatzën, ca me burra të njohur e ca me burra që duke sikur veç i gjenin aty këtu sa për të mbet shtatzën dhe për të kriju këtë senzacion e madh, pa e mendu obligimin e jashtëzakonshëm që sjell një fëmijë të bërit nën, nuk është ves, as trend e tendencë, por është diçka përtej kësaj, bile diçka që lyp për kushtim jetësor. U përfalën shumë gjatë kësaj periudhe sepse u prind që të ekspozojnë barkun, të krijojnë skena e shumë çka tjetër dhe më pas kur lindën u munduan të shfrytëzojnë imazhet e fëmijëve të tyre, por rrugës më duket që dështuan sepse senzacionin dhe ekskluzivitetin veç e konsumuan gjatë 9 mujoshit shtatzanisë. Ato këngëtarë që e bajnë një fëmijë ose bajnë një gjë still vetëm u përmend media, ato kanë u përmend për 1 muaj 2 edhe kanë mushu, nëse nuk janë përmend gjatë karrierës tyne për ma gjatë. Kështu që nuk është potezë i mirë nëse dikush vendos për me bë fëmijë që mu përmend. Mirë po, ata nëse kanë më punu, kanë mu përmend, nëse janë këngëtarë të mira, kanë mu përfol. Nëse nuk janë, jo një fëmijë, po 10 fëmijë t'i bajnë, kanë mu përmend për qatë fëmijë 1 muaj 2 edhe kanë mushu që ashtu që kanë qenë të shëmta deri sa s'ka ardhur fëmijë në jetë. 2 këngëtare që ishin dhe janë në një nga shtyllat e estradës sonë, Adelina Ismaili dhe Tuna së fundmi u bën nëna. Themelet mbi të cilat e ndërtuan karrierën ishin shumë ekstravagante për tregun tonë. E këto këngëtare t'i shohim nëna është një e mirë e madhe. Por çfarë mendohet se do të ndodhe me karrierën e tyre? Në rolin e nënës, unë i shoh bashkë prapë të njëjta. Ato jam i bindur që as në ditë të fundit shtatzanisë, po as në ditë të para të mëmësisë nuk kanë ndalu s'menduari për skenën, për gjërat që mund të sjellin. Adelina ka pas një pauzë shumë gjatë në skenën muzikore dhe unë jam i bindur, nuk e di pse, që ajo ka marrë një energji dhe një motiv të mirë për t'u rikthyer, edhe pse ka thonë disa herë që nuk do me u rikthy, që është banalizu ky tregu muzikor, po mu më duket që bashkë kur Adelina është kaq kundërthënëse me Totalin, është shumë afër një projekti. Në anën tjetër, Tuna, jam i bindur që ka me ardhur shumë shpejt, por nuk besoj që ka me ardhur me një këngë për djalin e saj, ka me ardhur ndoshta si një zog i formsuar tashmë dhe ka me këndu shumë mirë si një zog i rritur. Nora Estrefi mund të themi se është nga të paktat këngëtare që nuk e përziu asnjëherë personalen dhe krimtarinë e karrierës. Ajo gjithçka bëri për t'u rikthyer menjëherë pas shtatzanisë në top form, me super projekt, duke e reduktuar në maksimum ndikimin e këtij statusi të ri jetësor në karrierë. Kur shohim Nora Estrefin që ka mujt më kthy si ka qenë skenë dhe me qenë shumë aktive, dhe kjo nuk do me thonë që Nora e don fëmijën e vet ma pak se këngëtarë tjera, na tregon që Nora Estrefi dhe Aurela Gaçi që e përmenda më herët janë 2 këngëtare që muzikën e dojnë për një me. Teksa ndryshe nga Nora ishte Teuta Selimi, e cila për vite qëndron në skenën tonë dhe asnjëherë karriera e saj nuk u përfol për fëmijët, apo ta ndaloj ajo vetën në prodhimet muzikore pse është bërë nën. Teuta Selimi e ka bërë një hap shumë të mençëm në karrierën e saj. Po them të mençëm në aspektin e biznesit, në aspektin fitimprus. Teuta Selimi nëse mend që ka nisë me reggae. Nëse Teuta kishte vazhduar me atë lloj muzikës që ajo ka nisë, sot ishte diskutuar si kolegët tjera për apo kthehet fuqishëm, as po kthehet fuqishëm. Teuta ka shkuar hapa të sigurta, fatmirësisht të ka dhe zanin në muzikë popullore që gjithmonë dëgjohet, gjithmonë ka hendë, gjithmonë i duhet një zot si ajo, kështu që ajo ka të sigurt u përfal e su përfal në media ros. Ajo i ka ditë punë dhe vetë, edhe bravo i qoftë për atë punë. Një gjë është e ditur që shumicën e këngëtarëve herë do kur do t'i shohim në rolin e nënës. Çështja është se kush do të di të menaxhojë karrierën edhe pas lindjes, e kush do të largohet nga tregu gradualisht duke lënë të artë kohën e shkëlqimit në skenën tonë muzikore.